investimet kapitale që ndrykojnë drejt për drejt në mirëqenien e qytetarëve? Po, në bazë të shënimeve që i kemi pranuar gjatë javës së kaluar dhe kësaj jave, deri që komunat kanë shpenzuar për investime kapitale rreth 70%. Domethënë, kjo është për shkak një planifikimi të mirë buxhetor, planifikimi të mirë të shpenzimeve buxhetore, dhe po besojmë që niveli qendror në bazë të disa informatave që kemi, ndoshta nuk ka arritur të shpenzojë as 40% të mjeteve të parapara për investime kapitale, dhe plotësisht dakordohem me ty Ari që thua, domethënë këto mjete financiare shpenzohen për ta përmirësuar jetën e qytetarit. Nuk është hera e parë që komunat performojnë shumë më mirë se sa niveli qendror në sa i përket shpenzimeve në investime kapitale, dhe për këtë arsye domethënë ky është edhe një argument shtesë i Asociacionit Komunat Kosovës që neve kërkojmë që koston e kontratës kolektive ta mbulojë niveli qendror, sepse për çdo vit janë duke i tepruar me qindra miliona euro, dhe është mirë që ti përkrah komunat sa i përket mbulimit kostos nga kontrata kolektive, po edhe të jep më shumë mjete financiare në nivelin lokal, duke mos i përjashtuar komunat apo duke mos i selektuar komunat në baza partijake apo etnike. Kjo është një dukuri që po e përcjellim gati që më shumë se një vit që kemi këtë emision, edhe kemi realizuar me intervista me shumicën, nëse jo të gjithë kryetarët të komunave, ka qenë një minus i madh mos komunikimi adekuat me qeverinë. Kjo padyshim që ka ndikuar aty ka ndikuar edhe çështja e kontrata kolektive, që po ashtu është një çështje e mos keq komunikimit të Ministrisë së Financave apo mos kryerjes punës së tyre. Po, domethënë vetëm i kemi mbledh shënimet nga komunat e Republikës Kosovës vetëm për këtë vit. Po. Domethënë se para një muaji gjys ka qenë në kostoja e cila është marrë komunave nga vendimet gjyqësore, ku shumica është për kontratë kolektive, ka qenë rreth 73 milion euro. Tash është mbi 82 milion e gjys euro që janë marrë komunave për vendime gjyqësore, ku shumica është për kontrata kolektive, dhe shuma totale ka arritur mbi 245 milion euro gjatë prej periudhës 2022 deri në tetor të këtij viti. Domethënë është një shumë arramense që është marrë komunave, dhe pjesa më e madhe ju kanë marrë për investime kapitale, ku në llogaritë tona deri që mbi 43-4 milion ju kanë marrë vetëm për investime kapitale. Domethënë gjatë këtij viti po flas, jo në prej vitit 2022. Dhe normalari që ka ndikim, kjo marrje e mjeteve financiare për investime kapitale, ka shumë ndikim në mos përmbushjen e zotimeve të kryetarëve të komunave, cilat janë dhënë gjatë fushatës parazgjedhore të vitit 2021. Mirë po unë ju garantoj që me këto sfida edhe kryetarët e ri do të ballafaqohen në të ardhmen, sepse deri më tani nuk kemi pas ndonjë vullnet apo gatishmëri nga niveli qendror që ta zgjidh këtë problem. Po, e dim që është afati kalimtar, ka lënë të dielën dhe do të jetë një mandatar i ri apo do të shkojnë në zgjedhjet e ardhshme. Shpresojmë që qeveria e re, kushdo që do ta formon, nuk do t'i merr parasysh inatet politike, por interesin e qytetarëve dhe të bashkëpunon me komunat, sepse nuk janë komunat huaja, janë të Republikës Kosovës. Ari, plotësisht dakordohem me ty dhe duhet me riteksu edhe një herë që jeta zhvillohet nëpër komunat e Republikës Kosovës. Nuk zhvillohet nëpër zyrat komode të institucioneve qendrore apo të agjensive të ndryshme këtu. Dhe për këtë arsye, nëse komunat nuk përkrahen atëherë në mënyrë të drejtë për drejtë nuk përkrahen as qytetarët e Republikës Kosovës. Për këtë arsye, domethënë neve kërkojmë që të gjitha komunat të përkrahen në mënyrë të barabartë, jo të ketë selektime se cila komunë përkrahet më shumë apo më pak, dhe për këtë arsye po besojmë që institucionet cilat nivelit qendror që besojmë që do të jenë funksionale, nuk mund të supozojmë se kur, mirë po duhet miren me problemet jetike të komunave, siç është kontrata kolektive, siç është ndarja e barabartë e mjeteve financiare ndaj komunave, siç është ligji për prokurim publik dhe shumë tjera sfida cilat janë duke u ballafaqsuar kryetarët e komunave. Po, edhe kjo është po besoj sepse përkundër asaj që kanë arritur nivel të lartë komunash deri në 70% apo edhe mbi 70% krahasim me qeverinë që as të ka arrit as 40%, mos të kishin qenë këto probleme, kjo përqindje 70% do të ishte edhe më i lartë apo jo? Unë besoj se kjo përqindje do të ishte më lartë sepse janë dalë shumë projekte në investime kapitale. Do të thonë për shkak kontratës kolektive, për marrëm shembull një kontratë ka qenë nënshkruar me operator ekonomik dhe komuna dhe ajo është ndalë.
Tash ato mjete financiare nuk mund t'i jepen operatorit ekonomik se ju kanë marrë nga thesari, nga Ministria e Financave. Do të thonë unë besoj se kjo përqindje do të ishte edhe më e madhe, po të mos ishin këto pengesa të cilat po shkartohen nga mosgatishmëria për bashkëpunim dhe mosgatishmëria për zgjidhjen e problemeve nga niveli qendror. Pa dosh me i kështu në vlerësime politike, si ka kalu zgjedhjet rundi parë nga prizmi i Asociacionit të Komunave të Kosovës edhe çka pritet për balotazhin që vjen në nëntor? Neve si asociacion mendojmë që Republika e Kosovës ka arritur një pekuri politike në organizimin e zgjedhjeve lokale, do të thonë në shihet që nuk kemi pas ndonjë incident apo diçka të tillë gjatë raundit të parë. Shpresojmë shumë që edhe me nëntor të kemi një proces të tillë, do të thonë pa ndonjë incident, dhe le të fitojë më i miri ai që merr besimin e qytetarëve që ta udhëhecë edhe mandatin e ardhshëm në 4 vitet e ardhshme. Po, Sazan, më herët e lexova që dhe ish kryetari i Odës Ekonomike, zoti Kërxhaliu, ka treguar për problemin që po shkakton të Republikën e Kosovës për shkak se nuk kemi institucione, dikon vlerësohen rreth 880 milion euro të humbura për shkak se domethënë nuk ka kusht të jetë me i marrë vendimet aty me nënshkrues etj. Edhe ato para kanë qenë të dedikume, po besoj, në problemet siç është kanalizimi, ujësjellsi, rrugët, ndriçimi, qente ndatësake, këto gjëra. Po, Ari, ke plotësisht drejt, domethënë Kosova është në sanksione në masa, do të thonë shumë me 10 miliona euro komunat e Republikës Kosovës njëherë për njëherë nuk janë duke i pa në atë kuptimin, sepse janë dalë edhe disa projekte të cilat kanë filluar, projekte jashtëzakonisht madhore dhe shumë të domosdoshme për qytetarët e Republikës Kosovës. Domethënë janë dalë ndërtimet e fabrikave për trajtimin e ujrave të zeza në disa komuna të Republikës Kosovës, në fushën e arsimit, në fushën e digitalizimit, në fushën e ndërtimit kapaciteteve, dhe tash domethënë përveç masave që kemi në një anë, kemi edhe mosgatishmërinë e disa ministrive për mosmarrjen e donacioneve apo granteve nga institucione ndërkombëtare, për shembull kemi pas veprimin e MAPL-s ku për shkak që nuk i ka përmbush kërkesat e Komisionit Evropian, i ka humbur rreth 12 milion euro, cilat miliona euro kanë qenë të dedikuara për komunat e Republikës Kosovës dhe askush nuk merr përgjegjësi institucionale në këtë vend njëherë për njëherë. Po të kishte ndodhur një veprim i tillë para 5-6 viteve apo 7 viteve, do të kishim një reagim tjetër. Qytetarët tani, domethënë, po neve si asociacion kemi ngritë këtë shqetësim. 2-3 ditë ka dhëna për media dhe nuk merr askush për një përgjegjësi institucionale, po i kemi edhe çështjen që plani për rritje, ku janë me 100 miliona euro në pyetje, domethënë duhet miratohet nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Shikori, gjitha këto mjete financiare të cilat thithen për Kosovë, ato zbatohen në nivel lokal. Dhe përfitues direkt është qytetari, për atë arsye po them edhe pyeri përsëris edhe një herë që jeta zhvillohet në nivelin lokal nëpër komunat e Republikës Kosovës dhe për këtë arsye niveli qendror duhet bëj shumë më shumë ndaj komunave se sa që është duke bërë në këto 4 vitet e fundit apo që ka bërë deri më tani. Përmend më apo lëvesh t'ja tregojmë qytetarë, ndoshta është Ministria e Ambientit dhe Pushtetit Lokal për mos. Jo, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Okej, po, mirë. MAPL-ja është Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Ministria që duhet me mjete financiare kanë qenë të dedikuara për grantin e performancës për komuna. Mirë po, papërteshmëria e kësaj ministrie ka dërguar në atë pikë që Komisioni Evropian nuk i ka zotuar mjetet cilat është menduar t'i zotoj apo t'i jo për komunat e Republikës Kosovës, dhe këtë veprim MAPL-ja e ka bërë pa asnjë konsult me hisedar kryesor, se përfitues kryesor kanë qenë komunat e jo ministria, Ministria po e ka marrë vendimin në kokë veti dhe për këtë arsye, domethënë Komisioni Evropian e ka refuzuar një propozim apo disa propozime të cilat kanë ardhur nga MAPL-ja, sepse nuk i ka përmbush standardet e kërkuara nga Komisioni Evropian. Zyrja në Prishtinë. Sazan, shpresojmë që shpejt të kemi edhe institucione edhe kushdo që e formon qeverinë e re të jetë më komunikuese dhe
më bashkëpunëtore me komunat, sepse si slet e mirë komunat janë ai pjesa elementi i fundit, qeveria vetëm ndërmjetësues edhe lehtësues tek e fundit, e jo e lërë më me bo probleme. Shpresojmë që qytetarët i kanë të qarta këto probleme në cilën komunat apo shumica e komunave janë ballafaquar, nëse jo të gjithat edhe e din kur shkojnë me votu ato me 9 nëntor. Nëse s'ki diçka më shtu, të dëshiroj një vikend këndshëm. Faleminderit për gatishmërinë. Faleminderit vetërdore, një ditë mbarë dhe vikend të këndshëm. Faleminderit shumë. Ishte me zotin Sazan Ibrahimin, kryetarin e Asociacionit të Komunave të Kosovës, i cili pra na e sqaroi se komunat, shumica absolute e komunave kanë shpenzuar deri mbi 70% buxhetin e caktuar, kanë qenë